Tani, pasi kam shumë komente në raport me Gjestin, unë e kam për detyrë që të flas edhe për Gjestin, sepse jam gazetari që kam folur më së shumti. I ftuar në një nga emisionet ishte DJ Gimbo, DJ i Gjestit dhe miku i Gjestit, i cili e trajtoi tematikën e Gjestit. Tani, normalisht që rikthimi i Gjestit në muzikë është shumë i vështirë. I duhet një periudhë e gjatë, i duhet një afat kohor i gjatë që të merr veten dhe të rikthehet, por DJ Gimbo tha që Gjesti është mirë dhe Gjesti po mundohet në mënyrë të qetë të rikthej ritmin e tij në muzikë. Dhe unë e di që Gjesti këtë gjë do ta bën, nga të gjitha informacionet e afërta që kam unë. Do të jetë shumë shpejt pranë të gjithë neve, vetëm e vetëm për t'i dhënë publikut atë që në fakt e ka merituar ta merr dhe vazhdon dhe e ka marrë më herët.